Përshëndetje, sot është shtunë, data 1 gusht. Me këtë rast ju uroj të gjithëve një muaj të mbarë, se ky është muaji i pushimeve, bëfshi pushime sa më të bukura, të shëndetshme pra njerëzve të zemrës. Sot do nisemi për në Bolzano, tek Alessia, unë me familjen time, domethënë babi, mami dhe vllaja, Marildo dhe fëmijët do shndrojnë këtu për arsye se është shumë larg dhe shumë bab. Do rrim një natë atje, kjo është nata ime e parë që fle larg familjes time, domethënë që të fle gjumë atje dhe të vindën të nesërmen. Jam pak në merak, pak në angst, pak në mendime, por që kam shumë besim tek Marildo edhe le të shkojmë. Kam përgati gjitha gjërat dhe po pres që të vinë të më marrin vllai me mamin me babin poshtë edhe të nisemi. Do t'ju marr me vete, por normalisht me copza shumë të vogla, më shumë do t'ju filmoj vende copza kështu se sa njerëzit, duke qenë se do të ruajmë privatësinë. Edhe po ju marr me vete. Ndërkohë po ju publikoj një vlog që kam tërë muajin korrik që xhiroj. Shpresoj që t'ju pëlqejnë dhe nëse po lini shumë komente në çdo vlog se më bëhet shumë qefi, më motivoni që të bëj vlogje sa më shumë. Që kështu nisemi vlog në Bolzano. Këtu janë kolopuçat e mi, që unë këtu kam bërë gjëra gati që më duhen. Këto janë disa nga dhurata që do të çojmë lart. Çantë për ndresa, duke qenë se do flem një natë atje, dhe çanta e krahut. Kemi ndaluar në Verona, po qa? Jo, shosh. Ka marrë një kostum bardhë. Dhe kemi ndaluar këtu me një autogrill, shkuam banjë, të marrim ujë. Dhe kemi dhe një orë, sa kemi lënë Verona, jemi lënë shumë, po shumë. Nga Bolzano. Hey guys, jemi të shtëpia e Kunatos Alessias, kemi fjetë gjithë këtu. Burrat kanë ikur të bëjmë benzinë, të bëjmë gati dhe pëse të dalim. Alessia dhe Gjeni janë në domande, unë jam këtu me bubzën e vockë, qik vjallë të rëgoj. Edhe, po, çdo gjë shkoj shumë mirë. Sot nuk e di çfarë do nisemi për poshtë, por jemi gjithë kënaqur të lumtur që kështu. Hi guys, kemi bërë ndalesën e parë dhe tani do të tregoj çik vendin, se është shumë bukur këtu. Ne jemi nisur për poshtë, tani do ikim tek shtëpia. Jon, e morëm Alessin dhe ndaluam për të pirë kafe, shkojmë banjo kështu. Vetëm male shikoni këte. Tani sa bërëm një 2 foto. Këtu njerëzit asnjë s'është i qefit me bë foto e video përveç meje. Mami s'do, babi s'do, vllai s'do, Alessia s'do. Rrini aty se bëj vet. Zot.
Arl, hajde. Gush qik, më gush, se më ka marrë malli, o jetë o vdeksha unë për ty. O vdeksha. Mirë mbrëma guys, ja ku jam. Si që pat kam ardhur në shtëpi, takova Arlin, i dash dhuratat, edhe pastaj bëra një dush edhe fjeta se shumë e lodhur nga rruga. Tani jam veshur edhe kam marrë një trëndafil dhe i kam bërë një fjongo këtu, t'ja çoj në sestime. I kam bërë edhe një shampo për ndalimin e rënjes të flokut edhe rritjen, dëndësimin. Edhe po i ki tek nusja. Qa mori mio, qo. Amin tani e takova se ishte nga njerëzit e Amarildës. E tani mami do t'japin edhe ty dhuratën si që edhe Arlit. T'japin mami dhuratën? Nuk e di qa ka Vedi c'è qualcosa nel telefono. Ma ce l'avevo già da qua. Mirë mëngjesi, si jeni? Sot është data 3 gusht dhe është e hënë. Unë dhe Alesja në orën 9 kemi apuntament që në bëjmë shërbiket. Që kështu do t'ju marrim me vete. Si fillim bëjmë adetet e mëngjesit, pim një kafe dhe ja ku jam bërë gati, është ora 8:40. Unë jam veshur dhe tani po i kitë marrë Alesja. Flokët mi arritur ekstrem shumë, dënsuar shumë. Faleminderit Zotit normalisht. Por që me këtë vapën vallai edhe më jam bërë për të lyerë. Ka dalë thinja, ka dalë rrënja, ka dalë edhe boja normale se po mbush 3 muaj që i kam lyer, që kështu kulmishtatori. Tani të shkojmë dhe më qërpik me nusën time të bukur edhe të kthehemi në shtëpi. Po pret nusën. My love, shikojni mirë qërpikët tani se pastaj dhe që jenë ndryshe. Goca, më në fund gjeta pak kohë që të ndalem edhe të flas pak me ju përsa i përket këtij vlogu. Si fillim, dua t'ju tregoj një libër që si thuhet në shqip, ma ka lënë që ta lexoj dhe normal që do t'ja rikthej. Quadrifolio, e kam lexuar deri në faqen 30. Për arsye se me fëmijë shumë vështirë, por ja u sugjeroj sepse e vërtet ja vlen. Atëherë, përveç kësaj gjës, do të ndalem pak të flas edhe për sa i përket udhëtimit që bërëm në Bolzano. Po.
Ky ditë që shkova në Bolzano, morëm Alesian, udhëtimi shkovi shumë mirë, sepse vajtëm shëndoshë mirë, por që pati shumë trafik. E bërëm 5 orë rrugën, zakonisht do ta bëjmë maksimumi 3 orë, 3 orë e një qik. E bërëm 5 orë sepse vërtet kishte shumë trafik, por që ja vleti sepse mikpritja dhe njerëzit fantastik, kemi ngel pa fjalë, shumë çdo gjë perfekt, faleminderit Zotit. Fjetëm një natë atje, si që pat ne unë vllai Alesja, shkuam tek vllai i madh i Alesjes, flejtëm atje, sepse normalisht ishim goxha persona dhe u ndam në 2 shtëpia, çdo gjë shkoi shumë mirë, fantastike. Në të nesërmen pastaj të dielën jemi nisur diku nga ora 10:30 nga Bolzano për këtu në shtëpi. Kur u kthyem, kemi qeshur shumë, kemi kaluar shumë bukur në makinë, u mor gallata me babin, me mamin, Alesian, vllai që u lodh goxha se ishte i vetmi që ngjiste makinën, duke qenë se unë në autostradë dhe Alesja nuk e kemi marrë ndonjëherë dhe akoma si jemi eksperte për të ngarë në autostradë, por që kemi ardhur në shtëpi diku nga ora 4 dhe siç erdha bëra një dush, ngra pak edhe kam fjetur 2 orë gjumë. Dhe më pas, si që pat, shkova tek Alesja, i qova një shampo të Amarile Studio edhe një trëndafil për nusën time. Më pas sot jemi gdhirë, është e hënë, si që thash, dhe kishim lënë direkt apuntament për shërpikët. Alesja i bën gjithmonë, i pëlqen, kurse unë nuk e kisha me shumë qef ose t'i bëja me se s'bën, por duke qenë se ma kërkovi dhe Alesja, thash ok, pse jo mos t'i bëjmë. I bëm të dyja, erdhëm në shtëpi pastaj nga ora 11 e një çerek, Alesja të shtëpia vllajt, të shtëpia vet, unë të shtëpia ime, kemi ngrënë drekën, edhe tani më shkruajti Alesja, më tha nëse do shkojmë në supermerkat, marrim diçka për të bërë ëmbëlsirën tiramisu. Tani që po e mendoj, do marr edhe unë edhe ta bëj edhe unë. Unë e bëj për shtëpinë time, Alesja e bën për të shtëpia e vet me prindërit e mi dhe me vllajin. Që kështu do ju marrë edhe me vete te kjo pjesa e gatimit, ja u tregojmë si e bëjmë ne tiramisun, ose më saktë si e bën Alesja tiramisun, edhe do mësoj edhe unë mënyrën e asaj, duke qenë se kur e bëri herën e parë, fantastike. Jo vetëm tiramisun, por çdo gjë që bën ajo është wow. Edhe po, normalisht kam filmuar copëzat të Bolzanos, duke qenë se e kemi shijuar dhe kishte momente ku nuk e dija fare se ku e kisha telefonin. Kemi shijuar çdo gjë, edhe këtë udhëtimin dhe çdo gjë, dhe jam shumë e lumtur. Tani Alesja do jetojnë këtu në zonën tonë. U translokua së shpejti me kismet Zotit në kemi dasëm, që kështu avash avash, Zoti para në mbrapa, e dim vetë ata të dy, por që drejt asaj jemi. Që kështu kjo ishte, do jetë një mini vlog i vockël, edhe mbas këtij vlogu, mini vlogu, do jetë vlogu i ditëlindjes, edhe do ketë vërtet shumë surpriza, ma besoni. Si ky vlogu që do vinë nuk e keni parë ndonjëherë. Duke filluar që është festa ditëlindjes surprizë për mua, nuk e di ku do më çojnë, ç'është do më çojnë, çfarë kanë organizuar, andaj këtë dhe shumë surpriza të tjera, që shumë mos hezitoni të bëni një subscribe dhe të ndisni zilen që të keni çdo notifika të mundshëm për sa i përket kanalit Alketa Amarildo. Duke thënë këtë, i ka tani kërkoj pak telefonin që sa të marrën Amarildo dushin, të ikim Alesjen të bëjmë shpenzime për të bërë ëmbëlsirën tiramisu. Dhe diçka tjetër që doja të theksoja dhe ta prekja të ndaja këtu me ju, ishte hera ime e parë që e lija Arlin vetëm Amarildo natën, domethënë që u flejta larg Arlit, e përjetova pak, nuk do thoja keq, por që normale, duke qenë se ishte hera parë, e ndjeva shumë mungesën, edhe qava, s'do ta mohoj, por që pastaj u kujtova, u përmenda, u kthjellova dhe i thash hej Alketa, është me babin e vet, në shtëpinë e vet, me motrën e vet, që kështu do vinte një ditë edhe un kam nevojë që të dal nga komfort zoni im, të dal nga rutina ime. Jam duke bërë një diçka shumë të mirë me familjen time, për familjen time, që kështu jam e lumtur, krenare që e bëra këtë eksperiencë, dhe duke qenë se kam një bashkëshort fantastik dhe ma bëri
të gjithë gjën më të lehtë, duke më siguruar dhe qetësuar që çdo gjë këtu ishte okay, nuk duhet të shqetësosha dhe duhet të shijoja vendin ku kisha vajtur dhe pse kisha vajtur. Edhe duhet të them që e kam përjetuar 50-50, që kështu nëse do ta ribëja sërish, një natë edhe mbase. Por për më shumë jo, do preferoja gjithmonë që të ishte gjithë familja ime mbrapa me mua, sepse vërtet isha fizikisht atje me momente, por shpirti, mendja, mendimet ishin këtu te shtëpia. Por si gjithë shka, shkoi çdo gjë mirë, faleminderit Zotit, edhe jam shumë e lumtur dhe krenare, që kështu duhet të shkonte kështu. Edhe po, ika tani dhe shifemi në vazhdim. Guys, po ikim tek Alessia që të bëjmë supermerkat dhe të bëjmë shpenzimet për të bërë tiramisu. Për na ndihmosh ti Moritis. Ne ikim marrim në sen e bukur dhe ikim në supermerkat tone. Shifeni që këtë bukurën time, sa e bukur është bërë, sa është rrit. Shifeni. Sa shpejt ikim vitet. Darka për mua nga Dora Nuse